nga Brukseli për atë që ju e keni denoncuar deri për pezullimin e procesit të negociatave. Kreu i qeverisë Edi Rama doli sërish sot në mbrojtje të Belinda Balluku duke thënë se ka refuzuar 3 herë dorëheqjen e saj dhe duke ndryshuar edhe ligjin për të mbrojtur veten dhe kabinetin e tij nga pezullimet. Ju keni thënë se opozita do përgjigjet me protesta, po nga faktori ndërkombëtar, prisni një reagim dhe a keni një thirrje nga partnerët për të reaguar mbi situatën në Shqipëri? Faleminderit. U jemi shumë mirënjohës partnerëve të cilët të befasuar nga qëndrimi i Edi Ramës de facto një vetakuz e plot për vetën e tij, bën një reagim të shpejt dhe të fuqishëm. Nuk mund të kishte reagim më emergjent dhe të fuqishëm se sa Edi Rama të thirrej nga numri 1 i Europës, i Bashkimit Evropian, dhe t'i nxirrej karton i kuq. Nuk mund të kishte qëndrim më të prerë se sa mëngjezi takimi me ambasador të vendeve kryesore, ku në fakt nuk u la të dërdëlliste. Tu them haptas këtu. Unë nuk mund të bëjmë zëdhen si takimeve, por mund të them që nuk e lam të dërdëlliste. I thanë të kemi thirrë për këto. I thanë se nuk tolerojmë në mënyrë absolute asnjë ndërhyrje. Ky është mesazhi i Brukselit në çështje drejtësisë, asnjë pengesë. Së dyti, shkarkoje me njëherë Lubin dhe nuk të pranojmë shkarkimin e saj me reshuffle, me rikompozim të qeverisë. Jo, ajo do largohet si delinkuente, si njëri që ka kryer krime. E treta, dyert e Mynihut, konferencës kryesore në botë, ja përplasën në Surrat. Merë lexoni ju editorialin e publikuar në datën 18 nga Mynihu, apo më falni, me 19 një ditë para konferencës, nuk është 19, ajo. Një ditë para konferencës Mynihut nga Baton Haxhia. Baton Haxhia, që është zëdhënësi shpirtëror i Edi Ramës, një ditë para konferencës publikoi editorialin se me sa interes pritet në konferencën e sigurisë lideri global, sharatani global, Edi Rama. Se çfarë takimesh imagjinare do të kishte Edi Rama me nënkuptim dhe se me sa interes do të ndëgjoheshin dokrat e tij. Kjo është e shkruar nga zëdhënësi kryesor i Edi Ramës në një editorial. Lexojeni. Nëse ai e ka heqë nga faqja e portalit të tij, ju lutem mjoftoni zyrën e shtypit t'ja u dërgojmë që ta keni parasysh. Mirë po, ç'a ndodhi? Këtu ishin bërë të gjitha përgatitjet. Vetëm sa nuk thoshte që ja u tregoj unë këtyre tani. Të shohin këta çdo heqin nga Mynihu. Mynihu, të nesërmen, të gjithë stafi mori një mesazh, anullohet vizita, anullohet fjalimi, anullohen të gjitha, sepse njeriu që mbron
vjedhjet e tij nuk e pret kush më. Jo. Pra, nuk ka si të mos jemi më të kënaqur nga partnerët tanë.